Po, sot është dita e tretë e seleksionimit, duke parë nga dita e parë dhe sot që është dita e tretë, kemi një pjesëmarrje shumë kënaqshme të lojtarëve që kanë ardhur nga gjithë bota, do të thoja, jo vetëm nga Europa, pavarësisht se ne organizojmë edhe në Amerikë seleksionime të tilla, që kemi organizuar seleksionimin e fundit në muajin qershor. Këto seleksionime janë shumë të rëndësishme për gjithë grupë moshat. Sot është grupë mosha 2010, ditën e parë ishte grupë mosha 2011 dhe dje ishte grupë mosha 2009, që i shërben të gjithë ekipeve tona kombëtare të moshave dhe të trajnerave që të kenë një ide sa më të qartë, duke parë dhe duke i ndjekur të gjithë lojtarët shqiptarë që aktivizohen në kampionate të ndryshme dhe në ekipe të ndryshme. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë, një mundësi e ardë, thoya, për gjithë ato fëmijë, ato futbollistë që kanë ëndër të veshin fanelën e ekipit kombëtar dhe kanë mundësi të tregojnë cilësitë e tyre sot këtu, gjithmonë edhe vite më përpara, ku kemi pasur shumë lojtar cilësor, kur ne i kemi ndjekur dhe kemi bërë këto lloj seleksionimesh dhe nga këto seleksionime kemi pasur prurje që kanë qenë lojtarë shumë të vlefshëm për ekipet tona të moshave, ku do të thoja edhe në ekipin kombëtar A sot ka lojtarë që kanë dalë nga këto seleksionime që ne po bëjmë edhe sot.